يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثق الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. Për ata është në nënçmimi kudo që të jenë, illa bi hablin min Allahi wa hablin min an-nas, përveç aty ku Allah subhanahu wa taala jep garanci, wa ba'u bi ghadabin min Allah, edhe ata kanë fitue hidhrimin e Allah subhanahu wa taala, wa duribat alayhim al-maskanatu dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqq. Dhe është bë për ata ose janë të mallkum për shkak se e kanë mohuar Allahu subhanahu wa taala, i kanë mohuar argumentet e Allahu subhanahu wa taala dhe i kanë mbyt pejgamberët e Allahut pa të drejtë. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Këtë poshtrim ata kanë marrë edhe duhet me marrë për shkak se kanë bërë gjëna të mëdha, kanë kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala dhe i kanë kalu kufit. Lejsu sawa, nuk janë të njëjtë. Edhe pa besimtarët nuk janë të njëjtë. Min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Ka prej ahli al-kitabëve të cilët i lexojnë argumentet e Allahut subhanahu wa taala ditën edhe natën, edhe bën sejdë për ulën për Allah subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, e besojnë Allahun dhe ditën e fundit, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, wa yusari'una fil khairat, edhe bën garën vepra të mira, wa ulaika min as-salihin, ata janë prej të drejtëve. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfarun, çka do që bëjnë prej të mirave nuk u humbet atyre, nuk u mohohet. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah subhanahu wa taala i din shumë mirë ata që janë të devotshëm. Për shkak se e kanë mohuar Allah subhanahu wa taala, e kanë mohuar argumentet e Allah subhanahu wa taala, ata nuk kanë mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala nuk ju jep mbrojtje, nuk ju jep garanci. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yashhad an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah", kushdo që dëshmon se nuk meriton të adhurohet kërkush përveç Allahut subhanahu wa taala dhe unë jam i dërguar i Allahut, asama minni, i mbrohet prej islamit, dimahum wa amwaluhum wa araduhum, pasuria tyre, nderi tyre dhe gjaku i tyre, illa bi haqqil islam, përveç se kur e lejon islami, wa amruhum ila Allah, kurse çështja në rëndësinë e njerëzve e gjykon Allahu subhanahu wa taala, ne gjykojmë vetëm ata që është e jashtme. Dhe të tjerët të cilët nuk e besojnë Allahun, nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë mbrojtje prej Allahut, as prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç rasteve kur Allah subhanahu wa taala me rregull, me ligj të veçantë i mbron edhe ata të cilët nuk janë besimtar brenda rregullit të muslimanëve. Ata të cilët paguajnë gjizjen, ose ata të cilët janë me marrëveshje të parapara sipas librit e Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ndryshe, kush nuk ka asnjë marrëveshje me Allahun,
asnjë marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Islami nuk ka detyrime ndaj tyre. Pse nuk ka detyrime ndaj tyre? Për shkak se s'ka marrëveshje. Me pas marrëveshje kish pas detyrime. Me që s'ka marrëveshje nuk ka detyrime. E për ata të cilët e kanë mohu Allahun dhe i kanë mohu argumentet e Allahut subhanahu wa taala, dhe e kanë mohu pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata që kanë qenë para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë mohu pejgamberët e tyre, ata i ka poshtrimin në dynjë dhe në ahiret. Pse i ka poshtrimin? Dhalike bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah. Për shkak se i kanë mohu argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq. Edhe i kanë mbyt pejgamberët pa pas drejt. I kanë mbyt pejgamberët para se mëron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbytja e pejgamberëve nuk ka dyshim se është prej gjunave më të rënda. Edhe kushdo që ka mbyt pejgamber, ka mbyt me pa të drejt, se pejgamberët me kur farë rrethone nuk është e drejt me i mbyt. Për shkak se ata për gjunohe, për mëkate të cilat e parashet gjykimi i tillë, nuk bin në to kur, janë të mbrojtur prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe njerëzit, ummetet popull që kanë qenë përpara, i kanë mbyt edhe pejgamberët. Jo se i kanë mbyt besimtarët që i kanë besu pejgamberëve, por i kanë mbyt edhe pejgamberët. Për këta, i ka kap mallkimi Allahu subhanahu wa taala në dunjë, kurse në ahiret është mallkimi edhe dënimi shumë më i madh. Dhalike bima asaw wa kanu ya'tadun. Këtë mallkim edhe këtë poshtrim që duhet me marrë ata qysh në këtë dunjë dhe në ahiret, vjen për shkak se kanë kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala. E kanë kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala ose duke mohu, ose duke e bë halalin haram e haramin halal. O kanë ya'tadun, e me këta i kanë kalu kufit që i ka vendus Allahu subhanahu wa taala se nuk ka drejt kërkush me ndryshue prej në halal ata që e kalua Allahu subhanahu wa taala e me shëndrua në haram të ndaluar, ose prej në haram ata që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala me kthyer në halal si të lejuar. Kushdo që e bën këtë del prej fesë e Allahu subhanahu wa taala dhe e meriton poshtrimin e mallkimin në dunjë dhe në ahiret. Lejsu sawa, ehlul kitabi, nuk janë të njëjtë. Qoftë duke qenë jo besimtar, në tërësi prap nuk janë të njëjtë. Qoftë duke qenë disa prej tyre besimtar, se ehlul kitabi nuk janë të gjithë pa besimtar. Ata të cilët kanë besuar në Musën alayhi salatu wasalam dhe në Tevratin, dhe kanë vdekë si të tillë, pa ardhur një pejgamber tjetër dhe pa u ndryshuar shariati, ata janë të gjithë muslimanë. A janë ehlul kitab? Po, janë ehlul kitab. Nga se ehlul kitab në Kur'an u referohet atyre të cilët e kanë besuar Tevratin dhe Injilin, atyre të cilët e kanë besuar Musën edhe Isën alayhi salatu wassalam. Kur ka ardhur Musa alayhi salatu wassalam me Tevrat, kushdo që i ka besuar Musës edhe Tevratit dhe ka vdekur si i tillë, është besimtar. Lejsu sawa, edhe nuk janë njëjtë me ata të cilët masalena, masi që kanë devijuar Tevratin, thojnë edhe ne besojmë Musës e Tevratit, se janë njëjtë këta. Dhe kushdo që i ka besuar Isës alayhi salatu wassalam si pejgamber kur ka ardhur dhe Injilit si libër kur ka qenë dhe ka vdekur në këtë besim para se me ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë këta janë besimtarë. Lejsu sawa, dhe nuk janë njëjtë me ata të cilët pas ardhjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose pas ngritjes së Isës alayhi salatu wassalam qiell e kanë devijuar Injilin. Të nuk janë njëjtë, se ata që se kanë devijuar dhe kanë vdekur në Islam, ata janë besimtarë. Ata cilët e kanë devijuar dhe nuk kanë vdekur në besimin e drejtë, duke qenë para se me ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam,
kurse masi që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma nuk u pranohet besimi asnjënit prej tyre nëse nuk i nënshtrohen edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Kur'anit sipas asaj që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe në mes të ehlul kitabit, ata cilët nuk janë besimtar, me besim jo valid, por sëri ata nuk janë njëjtë. Disa për tyre janë më të mirë se disa të tjerë. Sikur që nuk janë të njëjtë ehlul kitabi me ata të cilët janë mushrikin. Ehlul kitabi, ata të cilët i besojnë Tevratit edhe Musës, dhe ata të cilët i besojnë Injilit edhe Isës alayhi salatu wassalam, nuk ka dyshim se janë më të mirë se ata të cilët janë mushrikin, ata të cilët adhurojnë idhuj. Ata që të gjithë janë pabesimtarë, por se ka dallim mes atij që beson Allahun subhanahu wa taala në mënyrë të devijuar dhe mes atij që se beson Allahun hiç. Ka dallim mes atij që adhuron Allahun subhanahu wa taala në mënyrë të gabuar dhe atij i cili adhuron idhuj. Ai që adhuron idhuj, ai është larg, shumë larg të kthyerit të e vërteta. Për shkak se ai në start adhuron dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, se nuk e beson Allahun subhanahu wa taala fare. Këta e besojnë Allahun, të gjithë ehlul kitabit e besojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe e besojnë pejgamber përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe besojnë librat përveç Kur'anit, edhe e din rrjedhën e besimit, e din se çysh ndërtohet besimi. Por në gabimin e fundit, duke mos e pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe duke mos e pranuar Kur'anin si libër valid në fuqi deri në ditën e Kiametit, besimi i tyre është i pavlefshëm. Mirë po, janë më të mirë se ata të cilët adhurojnë idhuj, po. Janë më të mirë se ata të cilët adhurojnë idhuj. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka sjellë një ajet në Kur'an, në të cilën tregon se ata janë më afër besimtarëve. Dhalike bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa la تجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Do t'i shohësh të Allahu subhanahu wa taala se më afër besimtarëve, më afër muslimanëve janë ata të cilët janë krishterë. Më afër, por të mbetën në kufër, e pa diskutueshme. Më afër muslimanëve janë ata të cilët thonë ne jemi krishterë. Pse kështu? Dhalike bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Për shkak se ata kanë disa dietarë të tyre, të cilët adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Pa diskutim në mënyrën e gabuar, të papranuar, por se adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, wa annahum la yastakbirun, dhe nuk janë menjëmdhaj në raport kur thuhet të besimin në Allahun subhanahu wa taala. Ata e besojnë Allahun në mënyrë të gabuar, por e besojnë. Lejsu sewa, nuk janë të njëjtë pra. As ata të cilët janë ehlul kitab e kanë vdekë besimtar, as mes në ehlul kitab nuk janë barabartë, se disa prej tyre janë më të mirë se disa të tjerë, dhe nuk janë barabartë ehlul kitab me ata të cilët janë mushrikin, për shkak se ehlul kitab janë më afër rrugës, më afër kuptimit të formës së besimit që ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala, por gjithmonë mbeten pa besimtar derisa nuk e pranojnë Kur'anin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si fjalë e fundit. Min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Prej ahli al-kitabëve ka pas njerëz të cilët i kanë lexuar momentet e Allahut. Këta janë ata të cilët e kanë lexuar Tevratin dhe Injilin në kohën kur kanë qenë në fuqi dhe kanë bërë ibadet me këtë. E kanë lexuar edhe natën edhe kanë bërë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. E kanë besuar Allahun drejt, ata të cilët kanë qenë
të sakt në besim në besimin e Musës së Tevratit, Isës alayhis salam dhe Injilit. O yamuruna bil ma'ruf, edhe kanë urdhëruar për të mirë, që shekim detyrë na, kanë besuar Allahun, që besojmë na, e kanë besuar ditën e fundit, që besojmë na. O yanhauna 'anil munkar, edhe kanë ndaluar nga keqja, që ndalojmë na. O yusaluna fil khairat, edhe kanë bërë gara për vepra të mira, sikur që duhet me bëna. O ulaika min as-salihin, këta janë të shpëtuar. Pra këta janë në xhennet. Përtet nuk duhet me ngatrua shpjegimin e drejtë. Ehlul kitabe, ata të cilët kanë pas libër përpara, Tevratin edhe Injilin, dhe kanë vdek besimtar në Tevrat dhe në Injil, para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata janë në xhennet. Wa ulaika min as-salihin, se ata janë njerëz të mirë. Pse mos më kanë xhennet? E kanë besuar pejgamberin e tyre, edhe kanë besuar librin e tyre. O ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Çka do të bëni prej të mirave, Allahu subhanahu wa taala nuk ka humb. Kushdo që ka besimin në rregull, të mirat nuk i humbin kurrë. O ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin, dhe Allahu subhanahu wa taala e din, është i ditur për të gjithë ata të cilët janë të devotshëm, i kryen urnat e Allahu subhanahu wa taala dhe largohen prej harameve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.